Projekti i transformimit të vilave qeveritare duket se ka mbetur vetëm në letër. Me një vendim të Këshillit të Ministrave, ishte gati investimi që do të kthente vilat qeveritare në Vlorë dhe Velipoj në rezidenca akomoduese me 5 yje. Projekti parashikonte që rezidenca qeveritare në Vlorë, prej 1644 metra katror, që përdoret nga qeveritarët, të kthehet në një fshat turistik të gdhendur në Dru, që do të ketë prioritet turistët e luksit. Pjesa e pritjes së figurave më të larta të politikës ndërkombëtare, artistëve dhe sportistëve me famë botërore, do të ishin dhe 2 vilat që ndodhen mbi tunelin në ujin e ftohtë, që më parë janë përdorur përgjatë sistemit komunist për qëndrimin aty të funksionarëve më të lartë. Por megjithse projekti u miratua në shkurt të këtij viti dhe pritej të niste shumë shpejt nga puna, në terren nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve. Nuk ka ende asnjë shenjë nga nisja e punës për ndryshimin dhe transformimin në total të vilave qeveritare, ku me një projekt të qeverisë shqiptare dhe gjithashtu ministrive të linjës ishte parashikuar për t'i kthyer në rezidenca me 5 yje për pritjen e politikanëve apo edhe figurave të shuara ndërkombëtare. Në projektin e miratuar në shkurt, kur u shpall dhe kompania e huaj fituese që do të realizonte projektin, synohej transformimi i rezidencave nga strukturat e amortizuara dhe të pashfrytëzuara në qendra bashkëkohore të turizmit elitar dhe zhvillimit ekonomik. Rezidencat qeveritare do të përfshin sipas projektit standardet më të larta të mikpritjes bashkëkohore, të mbështetura nga teknologjitë e avancuara dhe dizajni bashkëkohor. Transformimi i tyre synonte të krijojë një përvojë unike për turistët, investitorët dhe personalitetet VIP, duke i kthyer ato në modele të qëndrueshmërisë ekonomike dhe mjedisore. Vlen të theksohet fakti se mungon informacioni se kur do të nisë realizimi i këtij projekti. Praktikisht në fundin e vitit të ardhshëm të gjitha rezidencat qeveritare duhet të ishin transformuar në Vlorë dhe në Velipoj, por punimet nuk kanë nisur ende dhe nuk dihet se ku qëndron ngërçi, duke patur parasysh që është akorduar fondi, lançuar publikisht projekti si dhe shpallur firma e huaj fituese.